Evaristo, a shikoni diasporën dhe elementet diasporës të cilët janë të kualifikuar, po themi, apo janë persona të cilën kanë nuhatje politike dhe atë mbretësinë politike që mund të thirren në Shqipëri për të qenë pjesë e këtij kuvendi, për të qenë pjesë e asaj përfaqësie që do të vendoset përballë sistemit të Edi Ramës dhe Sali Berishës, në mënyrë që këto të jenë figura të cilat nuk kanë konflikt interesi, ashtu siç mund ndodh me shumë kënd në Shqipëri ku siç e dim ka konflikte ndryshme interesi, duke qenë se edhe jemi vend i vogël. Po patjetër. Siç thash, Kuvendi Kombëtar Qytetar në këtë moment nuk është thirrur, por unë jam pjesë e grupit punës për përgatitjen e këtij kuvendit kombëtar. Patjetër që Kuvendi Kombëtar Qytetar do thirret në çdo mediat sociale, edhe shpresoj prapë të jemi së bashku kur unë mund të jem më konkret për kuvendin, me datë edhe kur do jetë, kur do mblidhet edhe si do veprohet, por unë që sot i bëj thirrje shqiptarëve të diasporës që të ndjekin mediat sociale, të ndjekin intervista mase siç po bëjmë ne tani. Edhe në fund fare, ne njerëzit nuk I marrim dot me zor. Gjithçka lind nga veprimi individual, nga dëshira individuale për të dhënë kontribut. Edhe unë ju garantoj se këtu e keni provën. Unë jam në thonjza thjesht një emigrant në Zvicër. Pse du të jem unë tani te grupi punës për kuvendin kombëtar? Sepse kam ardhur në terren, jam vetë ofruar, kam kontribuar. Domethënë gjithçka lind patjetër nga dëshira e brendshme. Po nëse dikush që na dëgjon e ka dëshirën e brendshme, si Agora News, si juve personalisht, ose edhe mua në Facebook, apo në fakt vetëm në Facebook jam domethënë në Facebook mund të më kontaktoj individualisht, edhe të vetë ofrohet. Në fund fare gjithçka lind nga dëshira e lirë. Po unë jam i sigurt që diaspora do ketë një përqindje të lartë të kuvendit kombëtar, po edhe në kryesinë e saj, se këtë nuk e shpjegova. Kuvendi kombëtar është një grup e zëmë si parlamenti, po si parlamenti patjetër do votojë një kryesinë e saj, e cila do përfaqësoj të gjitha shtresat shqiptare, domethënë ekonomike, profesionale, fetare, krajinore. Kryesia dhe kuvendit do jenë përfaqësimi më I mirë I kombit shqiptar, të cilët ne do ta vëmë përballë përfaqësimit më të keq që kemi sot. Evaristo, në mënyrën se si është organizuar protesta nga dita e parë e deri më sot, si mendoni sa gjasa ka që Edi Rama të rrëzohet nga pushteti dhe a mendoni se mund ta përmbyll vitin 2026 në krye të qeverisë? Siç e thash më parë, në formën që është sot, Edi Ramës I krijohen vetëm probleme në mediat sociale dhe në pikpamjen globale mediatike. Edhe këtu realisht protestat I ka dhënë një goditje Edi Ramës. Nuk është më ai sharmanti, shakaxhiu që kur vjen në mbledhjet ndërkombëtare I bën për të qeshur, edhe tani protesta në pikpamjen mediatike globale, por edhe te politikanët të rëndësishëm, siç e pam mbledhja NATO-s para ca dite, ja ka ulur imazhin shumë. A sjell ulja e imazhit e Edi Ramës, a sjell dorëheqjen? Jo, sepse tani Edi Rama, Sali Berisha dhe kokat në Shqipëri, unë e them në mënyrë figurative, kanë lidhur kontratë me djallin. Ato kanë bërë shumë sakrifica që njerëz normal si ne s'kishin për t'i bërë për të arritur aty, sepse kanë si burimin e motivimit të tyre pse I bëjnë gjërat, e kanë kompleksin e inferioritetit, diçka I ka ndodhur në rininë e tyre dhe ato duan ta kalojnë këtë kompleks inferioriteti duke na hipur neve në krye dhe duke na poshtëruar ne. Këtë analizë bëj si nga psikologjia sociale. Ato njerëz kanë bërë kontratë me djallin. Ato nuk ikin se I prishet imazhi. Ato nuk ikin se mblidhen njerëz në shesh. Po nëse prishet imazhi, mblidhen shumë njerëz në shesh, edhe faktori ndërkombëtar ndërhyn dhe thotë, "Ore, çfarë po bëhet këtu? Këtu nuk është më demokraci." Pastaj gjasat rriten që ai të japi dorëheqje, patjetër.
Në këtë rast, duke mbetur te faktori ndërkombëtar, ka sinjale konkrete nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara që në mënyrë indirekte mund ta mbështesin protestën apo të japin instrumentet e duhura vetë protestës në mënyrë që të çojnë drejt rënjes së Edi Ramës dhe për t'i hapur rrugë vendit që të gjejë një zgjidhje të atill për ta çuar vendin tek ai ndryshimi i madh siç ju është shprehur pak më lart. Tani për të thënë të vërtetën, domethënë patjetër që faktori ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm, por unë e shoh si një pjesë e forcës që mund të krijojë një protestë organizuar. Domethënë, siç thash, besueshmëria në shesh, rritet niveli në shesh edhe të artikullimit, mediat që ja ulin imazhin dhe faktori ndërkombëtar. Por për mendimin tim, Bardhi, kjo prap nuk besoj se do mjaftoj. Pse? Siç thash, ato janë njerëz që kanë lidhur kontratë me djallin, ato nuk e lëshojnë atë karrige, atë pozicion. Po çfarë është zgjidhja? Tani, nëse më keni ndjekur në mediat sociale, unë kam propozuar që me datë 7 qershor, era parë që fola në protest, kam propozuar të lidhim një beslidhje të re me njëri tjetrin. Edhe për kë e kisha? E kisha për sheshin, për protestuesit, të cilët shpresoj shumë, unë për atë po punoj, të institucionalizohen si kuvoni kombëtar qytetar, të faktorizohen të faktorizohen, edhe kë shoh unë tjetër si aleat për të rrëzuar Edi Ramën. Unë shoh partitë të reja dhe të vogla, të cilat me të drejtë thonë, po prit pak, edhe unë kam bërë një luftë anti-establishment, anti-sistem, në zgjedhjet e kaluara për shembull. Pse kam unë më pak të drejtë të bashkohem protestës, kësaj lëvizje mbar, pse nuk kam unë të drejtë të bashkohem? Edhe unë këtu e shoh zgjidhjen. Domethënë, protesta të bashkohet me partitë të reja dhe të vogla dhe duopoli Rama Berisha të goditet nga një pol i tretë, gjithëpërfshirës, jo ideologjik, domethënë jo ideologjik, se ideologjia mund ta ndaj këtë polin, po një pol i madh, i cili ka vetëm një kauzë për ta çarë këtë duopolin. Do një koalicion i madh, i cili nuk ka një program, kuptohet, ideologjik, programor, partijak, po që ka vetëm 2-3 pika. Nuk do ndalemi derisa të japet dorëheqjen Edi Rama dhe të përdorim çdo lloj forme demokratike, me protesta, me mosbindje civile, me bllokimin e akseve rrugore, infrastrukturës, domethënë do bëjmë të pamundrën, nëse ai nuk dëgjon popullin, të bëjmë të pamundrën kushtetuese të pranueshme, mase nuk është shumë kushtetuese, po të paktën e pranueshme në syrin e popullit. Dhe 3, të jemi gati si një koalicion i madh që kur të japi dorëheqjen, kur të shkojmë në zgjedhjet e parakohshme, të jemi një pol i përbashkuar, mos të ndahen me votat, mos të përçahen me votat, po të jemi një pol që mase nuk e duam njëri tjetrin ideologjikisht, personalisht, por kauza shumë më e madhe dhe të bëhemi bashkë. Domethënë, sheshi të rritet, imazhi të ulet, faktori ndërkombëtar dhe e fundit poli i tretë, i cili është një grupim i gatshëm në çdo moment që ta godasi duopolin. Kjo është zgjidhja për mua. Në këtë rast, sa i përket goditjes së duopolit Rama Berisha, a e shikoni spaku një element mjaft të rëndësishëm në këtë rast për të goditur nga ana e drejtësisë këtë lloj sistemi, pra ose këtë lloj duopoli Berisha Rama, dhe sa efekt ka dhënë deri më tani, nëse keni informacione sa i përket depozitimit në SPAK të Albanian Files, pra librit që kishte krijuar Edi Rama së bashku me arkitektët. Tani ne e dim që reforma e drejtësisë është bërë kryesisht nga aleati ynë më i madh, nga Amerika, në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Edhe shumë analistë në televizor e thonë lehtësisht, por e thonë që ato e drejtojnë. Tani, pse unë nuk mendoj se SPAK-u është zgjidhja ose është mënyra si Edi Rama jep dorëheqjen. Pse? Se nëse është e vërtet, unë nuk e di, që SPAK-u ose reforma e drejtësisë edhe të gjitha allkat
drejtohen nga ndërkombëtarët vetëm një gjë nuk duan. Të ketë një vakum, të ketë një rëmuj, të ketë masë dhe mundësi të rikthehet Sali Berisha. Domethënë SPAK-u do godasi pasi poli tret ta çaj duopolin Rama Berisha, ato të humbin postet që nuk preken nga drejtësia sa të jenë kryeministër apo kryetari i opozitës, edhe për mendimin tim më të drejtë, nuk janë poste që goditen se ulet edhe imazhi i vendit të godasësh kryeministrin, sa të zbresin nga Karigja, atëherë pasaj vjen koha e SPAK-ut. E kemi parë me Ilir Metën, e kemi parë me Rënvelin, ai në fakt ishte në detyrë, domethënë të një krye bashkiak mund ta bësh, po ta bësh te kryeministri, sidomos thash edhe një herë, nëse e pranojmë që drejtohet nga ndërkombëtarët nuk duan vakuum. Prandaj është akoma më rëndësishme të ketë një kuvend kombëtar qytetar apo të ketë një pol të tretë, sepse pastaj ndërkombëtarët e rrisin dozën e presionit, thonë, ok, nuk ka vakuum se pas ka një formacion që ne nesër mund t'ja besojmë Shqipërinë, nuk ka për të ndodhur vakuumi nëse godasim, edhe i thot SPAK-ut godite. Kjo po thashë një pa organizim, pa krijuar një kuvend kombëtar, pa gjetur shqiptarët më të mirë, më të zotët, dhe pa krijuar një koalicion anti-establishment poli tret, mos të shpresojmë se ndërkombëtarët mund ta godasin në mënyrë fatale apo SPAK-u mund ta godasi.